Shkolla 9 vjeçare në fshatin Sovjan të Maliqit i është nënshtruar një ndërhyrje nga ana e bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës dhe pajisjeve. Me një fond prej 2 milion lekësh nga të ardhurat e kësaj bashkie, është duke u punuar për zvendësimin e dyerve të vjetra me të reja, po punohet për rikonstruksionin e banjave, ndërsa janë pajisur klasat dhe salla e mësuesve me tavolina e karike të reja. Në shkolla 9 vjeçare Sovjan ne kemi ndërruar komplet dyert e brendshme, kemi bërë tualetet e reja si të vajzave dhe të djemve, kemi çuar katetrat të gjitha klasave të reja, karrige, gjithashtu banka, tavolina për sallën e mësuesve. Mendojmë të ndërryjmë në gjithë infrastrukturën e shkollës për një përmirësim të gjithë shkollës. Në shkollën Nevruz Vila në Sovjan nuk ishte kryer një ndërhyrje e tillë që para viteve 2000, duke bërë që nxënësit dhe stafi mësuesve të qëndronin në kushte të vështira. Komuniteti dhe kryesisht nxënësit e meritojnë një ndryshim të tillë, vetë situata dhe temperaturat e ulta për të patur një mirëqenie fizike sa më të mirë, duke qenë se dyert ishin shumë të vjetra. Ka nevojë kjo shkollë, pasi ndërhyrjet e fundit janë bërë para vitit 2000. Meqense ndërhyrja është duke u kryer paralelisht me zhvillimin e procesit mësimor, nga ana e drejtorisë së shkollës janë marrë masa që punimet të mos pengojnë apo ndërpresin mësimin. Pritet që së shpejti gjithçka të përfundojë dhe shkolla 9 vjeçare në Sovjan të ofrojë standarde më të mira për rreth 300 nxënësit që mësojnë në të.